E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar pak ngjarjet që po ndodhin brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Sa po ndodhi një debat i jashtëzakonshëm, një debat që në fakt ngriti përsëri zërat e banorëve. Kristi nuk ndalon së debatuari me Rogertin, do me thënë tashmë Rogerti ka krijuar grupin e tij, ka krijuar aleancën e tij, dhe në grup e ka Juelën. Juela është pjesë e grupit të Rogertit. Në anën tjetër, do me thënë Rogerti është në një lloj aleance apo në një lloj alternative në këtë mes, edhe me disa nga banorët e tjerë, por zënkat më të mëdha me aq sa unë kam arritur ta kuptoj, apo me ato që në fakt Rogerti i quan më së shumti banor të fortë brenda në këtë shtëpi, është Kristi dhe Gimbo. Ditën e sotme Rogerti pati një përplasje përsëri me Gimbon, duke komentuar mbi portretin që Gimbo ishte duke vizatuar në sfidën që vllau i madh ju a ka dhënë. Do të thonë vllau i madh banorëve ju ka dhënë një sfidë në arenë që ato në fakt duheshte ta realizojnë këtë sfidën. Dhe çfarë ndodhi në këtë mes, do me thënë? Rogerti ofendon Gimbon dhe Gimbo i kthehet me një gjuhë të madhe, me një gjuhë të tmerrshme, duke i thënë që ti nuk duhet të përmendësh në asnjë mënyrë familjen time, gjë që në fakt ripërsëritet në Big Brother, është karta e lojës së Rogertit duke përmendur familjarët e të tjerëve. Gimbo ja u mërzit, Rogerti ju afrua afër, që do me thënë banorët ishin në gjendje që edhe të goditen mes njëri tjetrit, duke e quajtur Gimboja edhe kloshar. Do me thënë kloshar është një fjalë shumë e rëndë që përdoret në dialektin e Kosovës, dhe e quajti do me thënë Rogerti, ndërsa Rogerti fillon ta ofendon, ta denigron Gimbon me fjalë të papërshtatshme brenda shtëpisë. Tani unë nuk e kuptoj realisht edhe sa do të toleron vllau i madh që të përdoret kjo gjuhë, po për mendimin tim gjuha që përdoret në Big Brother VIP Albania është e papranueshme. Pjesë e këtij debati u bë dhe Juela, sepse Juela e shikoi që lufton të futet në për debate që të bëhet një banore e komentueshme, një banore e preferuar në fakt e Rogertit për ta sfiduar këtë lojën. Gimbo ja u përlot, u emocionua sepse Rogerti e preku në familje, edhe pse Rogerti u mundua që ta anashkalon debatin sepse ja përmendi familjen e Gimbos, por unë mendoj që Rogerti e ka këtë lojën, i prekën banorët në pikën e tyre të dobët, me thënë kjo është loja e Rogertit, edhe dëshiron që ato t'i nxjerrën nga vetja, që ato të eskalojnë dhe të arrijnë në këto nivele, do me thënë në nivele që të fillojnë dhe të kërcënojnë njëri tjetrin. Unë e shoh lojën shumë të rrezikshme, realisht e shoh lojën shumë të rrezikshme. Unë nuk ma merr mendja që Gimboja do të përmbahet, nuk e shoh aq të përmbajtur, sot e pa shumë afër Rogertit dhe e kam frikën në fakt mos e bën gjuajtjen kundërdrejt Rogertit, se me patjetër në qoftë se Gimbo gjuan atëherë do të penalizohet nga shtëpia me zarf të zi. Por që e preku dhe që u lëndua Gimbo jashtëzakonisht shumë, u lëndua tepër nga fjalët e Rogertit.